Në zemër të Alpeve shqiptare, në Tropoj, ngrihet një nga majat më madhështore dhe më të veçanta të vendit tonë. Quhet Maja e Hekurave dhe arrin rreth 2560 metra mbi nivelin e detit. Me shkëmbinjtë e saj të thepisur, pamjen e egër dhe terrenin e vështirë, kjo majë ka tërhequr gjithmonë vëmendjen e banorëve, eksploruesve dhe studiuesve. Por përveç bukurisë së saj natyrore, kjo majë ruan dhe një histori misterioze që është përcjell ndër vite. Sipas disa rrëfimeve të vjetra, në këtë mal është vënë re një masë pazakon të hekuri, e lidhur me malin, me një formë që disa e kanë krahasuar me një spirancë. Thuhet se pikërisht nga kjo masë është marrë një mostër për analiza nga një specialist shqiptar i fushës së gjeologjisë ose studimeve minerare. Disa tregime pretendojnë se kjo mostër është analizuar fillimisht në Shqipëri dhe më pas dhe në disa institucione jashtë vendit, duke përfshirë laborator në Paris dhe Prag. Sipas këtyre bujdhënave, rezultatet e përmendur në atë kohë flisnin për një moshë mbi 30.000 vjeçare. Madje disa versione të historisë përmendin edhe shifra më të mëdha. Por deri më sot nuk është bërë publik një dokument shkencor që ta konfirmojë këtë pretendim. Ajo që dihet me siguri është se Maja e Hekurave është një nga zonat më të veçanta të Alpeve shqiptare. Një vend ku natyra, historia dhe legjendat ndërthuren mes tyre. Thuhet gjithashtu se specialisti që u mor me këtë çështje nuk përmend më në publik dhe historia mbeti e mbuluar nga misteri. A ishte kjo një dëshmi e një zbulimi të jashtëzakonshëm, apo një histori që me kalimin e viteve u kthye në legjendë? Ndoshta përgjigjja fshihet ende në ndonjë dokument të vjetër, në ndonjë arkiv të haruar ose në kujtesën e njerëzve që kanë njohur atë periudhë. Maja e Hekurave vazhdon të qëndrojë aty mbi rreth Alpeve shqiptare, duke ruajtur ende misterin e saj.